the summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Jo rrallëherë na ndodh që për arsye nga më të ndryshmet të largohemi nga shtëpia me ditë të tëra dhe fjalët e para që dalin natyrshëm pas kthimit në shtëpi janë shtëpi e ëmbla shtëpi. Dhe kjo sepse nuk është një vend, por një ndjenjë. Ajo që bën magjike një banesë është se ndihesh mirë kur ikën, por edhe më mirë kur kthehesh. Shtëpia e ngjan një përqafimi të gjatë me dikë që ke kopa e parë dhe e do shumë. Jo më kot, disa individ nuk flen rehat në një shtëpi ose në një hotel larg banesës së tyre. Çiftet e reja që blen një apartament ose një vilë i drejtohen arkitektit për ta mobiluar. Pyetja e parë që i bëjnë atij është se çfarë bën një shtëpi të rehatshme. Nuk është gjithmonë mobilimi, thon arkitektët. Komoditeti është një koltuk i rehatshëm, para një televizori ose një hoxhaku, ose një dritare nga bie dielli, vazo me lule të freskëta, mure me portrete të vendosura estetikisht, perde me ngjyra të ëmbla e të ngrohta, një përzierje e bardhësisë dhe ngrohtësisë. Ka shtëpi të thjeshta, ku ti ndihesh rehat dhe disa të tjera që megjithse të mobiluara shumë mirë, ti nuk ndjen çlodhje. Arredimi i një shtëpie është në një linjë me profesionin dhe personalitetin e pronarit të saj. Jo më kot, disa profesione, të cilat janë në shumicën e kohës në lëvizje, edhe shtëpitë e tyre janë të arreduara në mënyrë sa më të thjeshtë. Por ka dhe persona të cilët janë shumë të dhënë pas shtëpisë, duke u kujdesur vetë në çdo detaj të arredimit. Shkrimtari gjerman Goethe ka thënë: "Qofsh mbret apo bujk, më i lumtur është ai që gjen paqen në shtëpinë e tij." Mirëseardhjen në mesditë nëpërmjet insertit të parë që na kanë bërë kështu edhe hyrjen e transmetimit të ditës së sotme, ku do të flasim pikërisht për të ëmblën shtëpi. Për atë ku ne nisim ditën, orët e para të mëngjesit dhe kur kthehemi, besoj se për një pjesë të madhe tuaj në orët e vona të pasdites apo mbrëmjes, të lodhur, por me dëshirën për të qenë 100% vetvetja, për të kthyer në atë realitetin ton të vogël e të ngrohtë, në atë çatin ku me zor presim të shtrihemi, të rim rehat dhe të kalojmë kohët më të mira ndoshta të ditës. Por jo të gjithë i kemi këto mundësi, ka nga ata njerëz që për shkak të profesioneve që bëjnë i duhet të qëndrojnë me orë shumë të gjata jashtë shtëpisë, ka nga ata që udhtojnë shumë, megjithatë sadoj që larg të shkojmë, të shohim vende shumë të bukura, hotele shumë të shtrenjta, ajo shtëpia jonë e vogël, edhe ndoshta modeste, na bën të ndihemi shumë më shumë rehat, sepse ndoshta është vetëm magjia e shtëpisë ajo që ta ofron të gjithë këtë komoditet dhe ngrohtësi. Do flasim për shtëpinë dhe për marrëdhënien që kemi me të sot, me tre të ftuarit që janë me mua në studio, po nis prezantimin me ta, e ftuara e parë me siguri pjesa më e madhe e juaja e njeh si shkrimtare, por në profesion ajo është edhe mjeke. Pyetja e parë që bëri sapo ul në koltukun e saj është sa kohë do qëndroj sepse kam lënë punën. Ju prezantoj me Brunilda Zllami, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se Falenderoj që jeni në studio. Shkënaqësi gjithmonë. Nga shtëpia ke dalë në orën? Kam dalë në mëngjes për të ardhur në punë. Kuptohet, dalja nga shtëpia në mëngjes është vrap, një monotoni lose them unë, sepse çdo gjë është e njëjtë në çdo ditë. Ajo kafeja e mëngjesit, rroba që duhet i veshësh shpejt, shikimi i orës sa shpejt po shkon. Rrolli i telefonit her pas here. Ajo kërcitja e derës që thua, kur do të kthehem më tani. Por që shtëpia, siç ishte edhe tek incerti, nuk është thjesht shtëpia. Është ndjesia. Pra, ajo që ne na lidh me shtëpinë është ndjenja që investojmë tek ato, persona që kemi aty. Sepse shtëpia nuk është identifikim vetëm i mureve, ngjyrave, perdeve dhe luleve. Shtëpia është identifikim i qenies tonë, i sigurisë tonë. Vetëm në shtëpi njeriu e ndjen veten të mbrojtur dhe në kohë që realisht po jetojmë, kemi nevojë për një pjesë, një oazë me gjithë sa e zhurme, gjithë i kaosi që të jemi tamam në një çati mbrojtëse. Dhe kjo është shtëpia. Kjo është ajo ndjesia që ne na ofron. Sa herë që ikën nga puna, më që e nisëm për të vajtur në punë. Sa herë që ikën nga puna, thua, o Zot, kur do shkoj në shtëpi. Dhe unë mendoj që pavarësisht, do me thënë, vlerave që në mënyrën edhe se si jemi rritur, që çfarë i japim shtëpisë, se shtëpia është ndryshe në konceptin që kemi ne në Shqipëri, ndryshe është në Perëndim. Në Perëndim zhvendosjet janë shumë të në Perëndim është një vend, do me thënë, ku kalon një periudhë
nga një punë në një tjetër, tu është siguri, tu është investimi një jete, tu është edhe një status. Pra, një njeri i cili nuk ka shtëpi, kush është? Në fakt, edhe ka ndryshuar gjërat, ka ndryshuar me kalimin e viteve, po prap, një mama, kur do të martoj një vajzë, i thot, si është familja dhe a ka shtëpi? Vazhdon të ngelet kjo. Edhe planet më zakonta për një çift janë pikërisht blerja një shtëpi, të heqen dorë nga qiraja, me kredira dhe me një sër sakrificash, megjithatë shtëpia është gjëja e parë. Është siguria. Në mendjen tonë është siguria dhe ngelet e aktill në Shqipëri. Mirë, ju prezantoj me një tjetër të ftuar. Ai është arkitekt, pa diskutim që ju e njihni nëpërmjet emisioneve të ndryshme që ka drejtuar, sigurisht brenda profesionit të tij. Në Tring ju prezantoj me Luan Aliu. Mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Arkitektët si e kanë marrëdhënien e vet me shtëpinë? Apo merret më shumë me shtëpitë të tjerëve dhe të vetën ja besojnë personave të tjerë të familjes? Jo, edhe shtëpinë e vet e personalizojnë vetë edhe gjithmonë arkitektët. Merren më shumë me shtëpiat e të tjerëve, sepse bëhet fjalë për klientin në rasti kur arredon një shtëpi. Jo gjithmonë nga arkitektët pritet që të kenë ato shtëpit wow. Kjo gjë edhe varet edhe nga se si e gjykon apo se si e mendon cilat janë pritshmëritë e njërit apo tjetrit për një shtëpi wow. Mund të jetë edhe e thjesht, minimaliste, dhe konfirmoj edhe një herë çka u tha deri tani tek inserti apo edhe parafolsja, që më e rëndësishme është komoditeti dhe ngrohtësia, më shumë se sa luksi apo investimi në vlera monetare, në mobilje. Okej, mirë, do marrim kohë pak më vonë të flasim edhe çfarë bën një shtëpi të jetë komode, ngrohtë, mikpritëse, dhe cilat janë ato gabimet që ndoshta të gjithë ne bëjmë brenda shtëpisë tonë, duke e kthyer atë në një ambient të ftohtë dhe që nuk na shkon, ndoshta qoftë me stilin tonë të jetesës dhe qoftë me atë që ne duam nga ambienti ynë i shtëpisë. Mirë, ndërkohë unë prezantoj edhe më të ftuarën e tretë, ajo është mjeke stomatologe, Ersida Caliat. Falenderoj që je këtu. Falenderoj gjithashtu. Një profesion që të mban në punë pothuajse gjithë ditën, nga orët e para të mëngjesit e deri në orët e vona të darkës. Unë personalisht kam zgjedhur që të jem e vetë punësuar, duke qenë e tillë profesion më mban shumë të lidhur dhe më mban gjithashtu dhe shumë larg shtëpisë. Jam përpjekur me mundësitë e mia që shtëpinë ta kem sa më afër punës kohët e fundit, por për të rikuperuar pak atë kohën e qëndrimit më gjatë në shtëpi, por kjo prapë nuk është se ka sjell përmirësime që unë të qëndroj më tepër në shtëpi, duke menduar kështu që shtëpia është afër përsëri më qëndroj akoma dhe më gjatë në punë. Sepse mendon se do shkoj aty e kam. Jam përpjekur gjithmonë që në ambientet të mia të punës të krijoj një lloj komoditeti, të krijoj një ambient pritjeje që mua më jep atë idenë e shtëpisë. Kjo për arsye sepse unë aty kaloj pjesën time më të madhe. Domethënë ti ke vendosur shtëpi në punë. Shtëpi në punë. Do të thonë në ambientin të punës ka pak shtëpi. Po. Kjo e bën re dhe pacientët e mi kur vinë aty, krijohet një ambient sa komode dhe për pacientët, gjithashtu edhe për ty vetë që do qëndrosh me orë të gjata. Domethënë ti je rasti i shtëpisë hotel, ku ti shkon në mbrëmje për të fjetur gjumë. Dhe është një kohë shumë e shpejtë dhe kur shkoj në mbrëmje në shtëpi, mundohem që të merrem me punën dhe nuk e shijoj plotësisht shtëpinë. I bën për mekanike thjesht për të. Kam gati 11 vjet që jetoj vetëm, larg familjes time dhe kjo është një nga arsyet pse unë qëndroj larg shtëpisë me orë kaq të zgjatura, për arsye sepse nuk kam diçka të ngrohtë që mua më pret në atë shtëpi. Janë ato muret e zbrazuara. Pavarësisht se unë kam zgjedhur vetë këtë stil jetese, përsëri më mungon ajo ambienti familjar dhe tamam që e ndjej atë ndjesinë që jam në shtëpi, e ndjej vetëm kur jam tek familja ime, tek prindërit e mi. Domethënë ti shtëpinë tënde është shtëpinë e familjes, aty ku ka dhe aromë gatimi, aty ku ka dhe biseda, aty ku ka edhe njerëz me të cilët ti mund të komunikosh. Madje kur ndodh që mamaja ime ose prindërit e mi vinë për vizitë në shtëpinë time, qëndrojnë aty, sapo hap derën që shkojnë në shtëpi, ndjej atë aromën e gatimit atë dhe them aromë në domethënë. Kjo është shtëpia për mua. Domethënë shtëpi nuk e bëjnë koltuqe dhe perdet. Nuk e bëjnë. Ja. E bën njerëzit me cilët i ndan. Po, edhe koltuqet dhe perdet duhet t'i personalizojmë që t'na japin kënaqësi realisht. Por shtëpia është njeriu ose njerëzit që do. Kudo e shikon kur shkon vetëm në një udhtim dhe kur shkon me bashkëshortin në një udhtim. Kur shkon vetëm, ajo ideja e shtëpisë që do kthehem, nuk është kthimi vetëm hapja e derës, është ai që të pret. Kurse kur shkon me bashkëshortin në udhtim,
është ajo që ti ke marrë një pjesë të shtëpisë me vete. Ato që do të presin janë vetëm muret që të mungojnë, domethënë është një kompleks gjërat. Me fjalën shtëpi ne kemi çdo gjë të dashur dhe çdo gjë e cila na përket neve në një mënyrë ose në një tjetër, e cila na bën të lumtur, e cila na bën të qetë, e cila na fal paqe, tek e cila duam të kthehemi gjithmonë. Dhe kjo është shtëpia. Megjithatë, edhe kur kthehesh nga një udhëtim, që mund të jenë edhe udhëtime pushimesh, ku janë shijuar familjarisht, gjithçka nuk ke vrarë mendjen për asgjë përveç se për të bërë plazh apo për të bërë pazare, për të vizituar vende të ndryshme, ajo dëshira që në momentin që kthehesh në Shqipëri dhe i afrohesh banesës tënde, ka një lloj çlirimi, më në fund në shtëpi. Je më në fund në shtëpi sepse tek shtëpia njeriu ka edhe atë të përditshmen. Pra, duam apo s'duam ne... Rutina e shëndetshme që konsiderohet her pas here. Rutina e zakonshme. Ti i di ku ke çdo gjë. Ku e ke librin për të lexuar, ku i ke rrobat, ku e ke këndin për të pushuar. Me librin e bre lidhjen e para. Ty të mungon ai momenti kur hap dritaren dhe shikon nga lind dielli, ose të mungojnë ato yjet që shikon natën përpara se të flosh. Janë mira detaje, të cilat ti ke pjesë të jetës tënde dhe pa të cilat nuk bën dot, sepse i mësuar, sepse të mungojnë. Të mungon edhe ai shtrati jot, kur shkon jashtë, sado që kënaqesh me gjithçka, pikrisht ai momenti i përgjumjes ku të vinë dhe ëndrat në mënyrën se të vinë gjithmonë, të mungon kur je jashtë. Meqense jemi tek gjumi, është një ndër problematikat më të zakonta që besoj ndodh në mas momentin që ndryshët ambient. Ka nga ata që dhe jashtëku na marrin me vete, vetëm sepse i duket sikur kanë marrë një pjesë të shtëpisë. Si e ke këtë përshtatjen në zhvendosje, kur duhet të thosh qoftë për punë, qoftë për pushime? Me shumë ankth. Me shumë ankth. Me shumë ankth. Unë edhe natyralisht nga që unë lexoj natën, e kam shumë të vështirë të flo. Kur shkoj jashtë, ka shkuar ora 3, gjithmonë i gjej dyshekut ndonjë gjë që shkon. Nuk është rrotullohem nga një vend në një tjetër. Dhe kur kthehem në shtëpi, ai dysheku më bëhet ta përqafoj, domethënë. Më në fund u takuam prapë. Më në fund u takuam prapë. Shqiptarët investojnë tek shtëpia. Kanë apo nuk kanë mundësi, duan të kenë një shtëpi të bukur, të këndshme, apo jo? Ditët e sotme patjetër ka ndryshuar, nuk është më si më parë që e arredonin shtëpinë vetë me shijet apo siç thonin zonjat më parë gustot e veta. Po gjithsesi që në kohën e komunizmit apo edhe në fillim të viteve 90 mund të them se zonjat anvisat shqiptare kanë pasur gjithmonë ndjesinë që shtëpinë ta kenë sa më të dekoruar dhe sa më të kuruar. Kohët kanë ndryshuar, dihet. Shumë çifte të reja apo edhe familje konsoliduar apo me moshë më të madhe ditët e sotme marrin arkitekt, marrin konsulencën e arkitektit, duan një projekt të zbatuar nga arkitekti, sepse kjo ka sjellë si pasojë e disa në thonjza dështimeve, të shpenzimeve të bëra jo në vendin e duhur dhe më në fund i është mbushur mendja të gjithëve që të punojnë profesionalisht. Dhe të heqin dorë nga ato ndryshimet e herpastershme që për shembull që janë divanat që ndrohen her pas here, duke lidhur se ku duhen bërë investime, duke lidhur me çka u diskutua pak më parë me dyshekun. Pra, shpesh herë më shumë investohet tek krevati sesa te dysheku, ndërkohë që duhet ndodhi e kundërta. Nëse duhet bësh një investim, e marrim nga dhoma e gjumit që është komoditeti dhe qetësia, duhet të investosh më mirë, ose është një shumë të konsiderueshme tek rahatia dhe tek cilësia e dyshekut, higjiena, antibakteriale, antialergjike të tjera, sesa tek konturimi i krevatit. Jemi ne këtu, do me thënë investojmë... Tu nuk jemi akoma. Jo, nuk jemi akoma. Nuk jemi akoma. Preferojmë ngjyrën e murit më shumë, të na shkojmë mbulesën e krevatit. Është edhe trendit që ekziston në mendje. Tham, jemi në një shoqëri e cila vlerëson tmerrsisht fasadën. Mjafton ngjyra e murit të jetë në rregull, se çfarë ka më pas nuk ka problem. Por te pjesa e arkitektëve unë jam shumë dakord edhe për faktin sepse duke njohur planimetrin, duke pasur një vëzhgim tridimensional të hapësirave, marrja një arkitekti kam përshtypjen që na zgjeron dhe hapësirat e banueshme. Ne i mbushim me gjëra kot, por nuk dim ku i vëm, nuk dim si i vëm, kurse një arkitekt bën të mundur që të jap sa më shumë hapësirë për të jetuar dhe të lejoj
vendet ku hyn drita, vendet ku duhet të kesh qetësinë. Pra ne nuk i bëjmë dot këto. Të që parimisht apo e folëm, mund ta them konkretisht, edhe në ambientet apo personat apo çiftet e re që kanë apartamente shumë të vogla, për shembull një projekt 62 m2 i sajuar në 2+1, po ta marrësh parimisht nuk e ka buxhetin apo luksin që të marrë një arkitekt. Po gjithsesi, meqenëse është një situatë kaq e vështirë, është edukuar, pra shqiptari apo gjithë janë edukuar që të marrin dhe arkitektët. Pra qoftë edhe në rastet kur buxheti është i limituar apo në sasitë më minimale, sepse përveç zbatimit apo funksionalitetit të këtyre hapësirave të voglave, arkitekti të bën edhe menaxhimin se ku duhet të shpenzosh më shumë, pra për të vijuar dhe bisedën e folur. Dhe ku ja vlen të shpenzohet, me qënë se jemi këtu? Përmendëm nga tek dhoma e gjumit, përmendëm komoditetin që na vjen. Komoditetin, kuzhina, patjetër, është funksioni më i rëndësishëm i shtëpisë, duhet të shpenzuar tek elektroshtëpiake, tek materiali i bankos gatimit, që për shembull mund të jetë kuarc në vend që të jetë laminat, mund të jetë kuarc apo mermer, tek kanatat e kuzhinës, sugjerohet gjithmonë ose MDF ose nëse nuk e ke luksin e MDF-it mund përdorësh drurin masiv, duke evituar laminatin. Pastaj pjesa e divanëve janë më shumë komoditet dhe estetik se sa çështje estetike. Sërish, do të thënë aty ku ne do të qëndrojmë më gjatë, aty duhet mendojmë që duhet jetë një ambient komod. Krevati kalojmë orë të gjata të natës në gjumë, koltuku, divani aty ku do të ulemi, do të lexojmë apo do të shkruajmë. Kuzhina është një nga funksionet më të rëndësishme. Sa ti profesioni që ne bëjmë do të thënë, ne lexojmë një shtëpi, nëse sot do të rokisnim në dyert e një pallati, do të futeshim brenda. Çfarë mund të lexojmë, qëse e tham që në fillim shtëpia na identifikon? Ku kuptojmë një shtëpi mjeku, ku kuptojmë një shtëpi shkrimtari, ku kuptojmë një shtëpi që ka fëmijë, që ka persona të moshës së tretë, që ka njerëz që merren me teknologjinë e kështu me radhë. Kuptohet, sepse përveç ne tek pjesa e parë e programit e diskutuam parimisht që shtëpia është ndjesia apo komoditeti. Përpos kësaj, shtëpia është edhe ambienti që e lexon më së miri mënyrën tonë të jetesës. Është edhe një stil jetese. Përgjithsisht dallohen. Janë të guximshëm, kanë prekje të dorës së vetë artistit, kanë ngjyra shumë. Kanë ngjyra, kanë kontraste të guximshme. Janë gjithmonë rrëmuj. Pastaj shtëpiat me fëmijë të vegjël evitohet e bardha, evitohet ngjyrat e çelta sepse një fëmijë tash garavit. Ka piktura në përmure, ka doreza dyersh të prishura. Kjo është e kuptueshme shumë. Shtëpinë tënde çfarë e identifikon? Duke qenë se unë përveç je kujdes për vetë apo është kujdes këtu doja të dilja, domethënë profesioni im ka ardhur gjatë rrugës, nuk ka qenë ky primari. Unë vetë kam lindur me një pasion timin, cili është piktura. Duke qenë e tillë, përpiqem gjithmonë që çdo arredim unë ta bëj sipas shijeve të mia, duke qenë se shtëpia për mendimin tim është një personifikon atë personalitetin tënd. Dhe tek shtëpia ime tek prindrit, ata nuk kanë marrë arkitekt, kam zëvendësuar unë këtë pjesë dhe mendojmë gjithmonë që të kemi gjithashtu një konsult me një specialist që është arkitekti, sepse gjithashtu mund të gaboj, patjetër shumë mund të gaboj. Më shumë tek pjesa e funksionalitetit tek përmasat. Unë me shijet e mia jam më tepër tek komoditeti dhe jo tek ajo çfarë do duket kur dikush do të vinë në shtëpinë time, çfarë do shoh ai, jo për të qenë fasada. Më pëlqen të krijoj ato kushtet e mia, të jem sa më komode. Në këto do doja të sepse ka ndryshuar në fakt. Më parë shtëpia përveç se personale ka qenë dhe e mikut, ku neve kemi qenë të vegjël, kurse tani është ka qenë edhe ekspozimi i statusit social. Absolutisht në kohën e dikurshme, rrobat ishin njësoj, punët ishin pak të ndarë dhe shtëpia ishte e vetmja ekspozit në të cilën anvisa gruaja personifikonte jo vetëm veten e vet si një grua e mirë dhe punëtore dhe e rregullt, por personifikonte dhe statusin e familjes. Pra nëse dikush do vinte për vizitë, shikonte që filan gjë nuk e kam unë, kjo duhet të jetë, ta duhet jenë më lartë se unë. Ishte një lloj personifikimi. Realisht tani ne që punojmë, që unë shkoj në shtëpi dhe ka raste kam hequr një këpucë kur duhet ta vesh prapë për të kthyer në urgjencë. Shtëpi duhet të kemi sa më minimaliste, sa më me pak objekte, sepse
edhe në konceptin e përkujdesjes, është shumë e vështirë të përkujdesesh me një shtëpi shumë të ngarkuar, por edhe në anën psikologjike, kur ke ardhi ngarkuar me 1001 probleme, akoma i ke pacientët që i dëgjon të gjitha fjalët e tyre në kohë, akoma je në ato përsëritjet e tua për diagnozat e për gjërat, në shtëpi, kur të shkosh, duhet të kesh sa më pak distraksion, sa më pak objekte, ato objekte të jenë të ëmbla, të falin qetësi, të falin dashuri, të japin pikrisht atë ndjesin sa më mungoj kjo gjë që se parë sot. Ke një kënd të ndin të preferuar brenda shtëpisë? Unë kam një dhomë timen, aty ku punoj. Një dhomën ku punoj, ajo është gjithmonë kaos. Ndajt me pak më parë të pjesa e artistëve që janë gjithmonë në sepse ka, nga njëra anë ka libra të shpërndar, nga tjetra anë do me thënë ka ato librat e mjekësisë, pra janë të mpleksur bashkë, edhe unë them, sa herë që shkoj aty, them, këtej do lexoj, këtej s'do lexoj. Por që aty ndihem mirë sepse dritaret janë të mëdha, pas dite bie dielli që ikën nga dalë dhe shijoj atë pjesën e pasditës vonë, kur kthehem në shtëpi, atë pjesën që mungon realisht gjatë ditës. Edhe është e bukur se është i vetmi vend, ne nuk shohim më yjet. E keqja e metropoleve janë yjet. Tu shikosh hënën dhe yjet, nuk i shohim më. Dhe aty duken edhe hëna edhe yjet. Edhe dielli. Dielli pa dyshim. Po të mos shohim dhe diellin kemi marrë shumë. Kthimi në shtëpi bëhet vonë, the. Kthimi në shtëpi bëhet vonë, dalja nga shtëpia ndonjëherë bëhet shumë vonë, pra ne jemi të dy mjek, edhe ka raste që takohemi në ascensor, ose shohim makinat që njëra ikën tjetra vjen, dhe qenia të dyve në shtëpi në të njëjtën kohë është një fitor, një sukses i jashtëzakonshëm. Ka raste kur duhet të shkoj në urgjencë në orën 1-2 të natës, dhe kur del nga pallati, bosh, pa zhurma, pa kështu, thua, mendon një lumë këta janë në shtëpi tani, po flenë gjumë, po shojnë televizor, nuk e kohë të mendosh, sepse mendjen e ke çfarë ka ardhur në urgjencë, cili është rasti që ka ardhur në urgjencë. Pastaj është edhe kthimi, ndonjëherë rreth të zbardurit, dhe është e bukur të shikosh edhe ato ngjyra të mëngjesit. I kuptova disa pika të frymëzimeve të tua, dhe pastaj shkon ndonjëherë futesh në dhomën tënde dhe shkruan. Shtyhet edhe disa orë gjumë. Rreth mëngjesit nuk shkoj. Vërtet nuk ka rreth mëngjesit, jo. Ja. Nëse do të qëndroje në shtëpi për disa ditë, s'do të kisha asnjë impenjim tjetër. Do ta shijoja apo do të mbystesh? Do ta shijoja shumë. Sepse ne që punojmë non-stop, ne shtëpia na mungon. Por dhe nga natyra ime, unë jam person që më pëlqen të shfrytëzoj diçka të qetë, dhe unë dua të lexoj. Kur kam kohë, unë dua të lexoj, unë dua të shkruaj. Padyshim që natyra, udhëtimet, bisedat me miqt janë shumë të rëndësishme, por dhe në rast se do ndodhte ky version që unë do rria me ditë të tëra në shtëpi, do kisha shumë mirë se si ta shfrytëzoja. Edhe do ndihesha e qetë. Nuk do të besoj. Ka edhe nga ata që nuk e duan shtëpinë. I mbyt fakti që do të qëndrojnë mbyllur në shtëpi për disa orë radhazi. Me ty, kam përshtypjen që kështu ndodh, nëse do kesh kohë të lirë, do kthehesh në shtëpi apo do e shfrytëzosh për të dalë jashtë sërish? Ndoshta kjo ndodh edhe me ato moshën, duke u rritur, duke përkushtuar më tepër ndaj punës, duke qenë më larg shtëpisë, të mungon shumë shtëpia dhe më përpara e vëre, domethënë tek vetja ime ndryshimin, më përpara nuk i dëshiroja shumë qëndrimin në shtëpi, mundohesha kohën e lirë ta shfrytëzoja të dilja, ndërsa tani janë aq të pakta orët që unë mund t'i kaloj në shtëpi sa i kërkoj dhe nuk i kam tani. Kështu që dëshiroj shumë shtëpinë dhe mund të them që ka ditë të tëra ose ndodh shumë shpesh që unë të dal nga shtëpia vetëm në mëngjes, që mund të konsumoj kafen e mëngjesit dhe pjesa tjetër kalohet në punë dhe mbrëmja vonë kthehem përsëri në shtëpi dhe kjo rutinë përsëritet, domethënë nuk më mungon dhe e dalura tani. E dua ambientin e shtëpisë. Është ajo qetësia që na ofron. Po mirë, kur ti je jashtë për ditë të tëra me këtë lloj ritmi, punët e shtëpisë kush i bën?
Unë i bëj. E gjen kohën edhe për këtë? E gjej kohën për çdo gjë të mundshme, duke qenë se janë, domethënë vetë puna ose gjërat, stili jetës që ti zgjedh të bëjnë që ti të shkatësohesh, të jesh tip i shkatë dhe të bësh çdo gjë. Nuk ndodh kur që unë ndoshta parencam të tregoj që kujdesem shumë për veten, por çdo gjë e bëj në një kohë rekord. Më përpiqem të mbuloj të gjitha, duke bërë punën e shtëpisë, sekurosjen, çdo gjë që mund të bëj një anvisë e shtëpisë. Edhe gatimi gjithashtu preferoj ta bëj. Po asnjëherë si bëjmë siç i bëjnë anvisat. Ndoshta nuk jena aq perfekte. Sepse një punë e bën sot, një tjetër e bën mot, sepse është e pamundur fizikisht nga nëna natyrë fizikisht kur je i tej lodhur, nuk mund t'i bësh realisht të gjitha, si një anvis që rri gjithë ditën në shtëpi. Ato i kam shumë zili që i bëjnë realisht të gjitha. Kurse unë i bëj me grafik, një punë do e bëj sot, do bëj këtë, nesër do bëj këtë, dhe pastaj kthej gjithmonë gjithçka nga e parë. Po sigurisht, sepse kur bëhen me këtë lloj intervali, të parës i ka ardhur radha prapë mbas disa ditësh. Kështu që se përpiqesh të gjesh kohë çdo ditë nga pak për të bërë ato punët e shtëpisë, gjithmonë do të qëndrojë rregullt, mendoj, dhe të nesërme nuk do jetë prapë ajo ngarkesa e madhe, do jetë çdo ditë nga pak. Çdo ditë nga pak. Ka qenë ndryshe në mos gaboj, ka qenë një ditë e caktuar e fundjavës, për shembull. Dita e aksionit të shtëpisë. Dita e aksionit të shtëpisë. Të shkundin tapetet. Dhe pastaj ka qenë edhe pjesa që bënin aksionin për të pastruar për pallatit, lagjen, e kupton? Ka qenë një nga gjërat e mira për hir të vërtetës. Ka nevojë njeriu edhe për një trigger të tillë, domethënë që në mendjen e tij të thotë që kjo ditë është për këtë gjë. Përndryshe gjithmonë do gjente atë justifikimin për të shtyrë gjërat realisht. Në fakt, është edhe një lloj justifikimi. Kush kujdeset përgjithsisht për shtëpinë në takimet me arkitekt? Gjithmonë zonjat. Gjithmonë zonjat. Kur vjen puna te buxheti, pastaj kthesh nga zotëria. Domethënë të gjitha dëshirat estetike, funksionale, ngjyrat, funksionalitet, domethënë format, brandin që do zgjedhësh të një produkti, gjithmonë ke të bësh me zonjat, sepse zonja edhe e përdor më shumë shtëpinë. Do ishte absurde që të flisje për kuzhinën në raste përjashtim të rasteve të rralla me një mashkull. Dihet që funksionalitetin do e flasësh me personin që qëndron më shumë dhe që e përdor më shumë ambientin e shtëpisë. Janë të vështira? Janë. Më të vështirë janë personat që kanë buxhetet larta dhe vila dhe që e kanë një shtëpi. Do të vazhdojë kundërta? Jo, është, domethënë projekti më i vështirë nga ana e arkitektit janë projektet e vogla ku ti në pak metër katror do nxjerrësh një 2+1 apo të është sukses pastaj kur e ke përfunduar. Funksionalisht janë shumë të vështira nga ana e arkitektit, por në atë rast klienti është i thjeshtë, sepse klienti di që ka një buxhet të caktuar, di hapësirën që ka, mundësitë që ka dhe bashkëpunimi është i suksesshëm dhe do një zgjidhje sepse do hyn në shtëpi. Është me qira për shembull. Në rastet pastaj kur janë këto personat me kushte, me buxhetet mëdha dhe që e kanë një shtëpi të dytë apo të tretë, projekti interieri mund të shkojë edhe një vit për shembull, sepse kanë me goxha nge, e thënë më shqip kjo pjesa, nuk e kanë me njëherë që nuk e kanë me të shpejt që të hynë në shtëpi, janë kapriçoz. Kërkesa surreale. Janë kapriçoz, përveç të tjerëve. Të modifikon trurin. Domethënë është edhe psikologjike, domethënë përpos këtyre që tha shumë pjesës funksionale apo të nevojshme, është edhe kjo pjesa e problemeve të komunikimit me njerëzit të një farë niveli ekonomikisht të mos gatrojmë, do thëmë. Jo, ekonomikisht, këtu duhet të pyesja, do me thëmë, këta persona që kanë ke shumë para, nga ana intelektuale, pra në gjëra që kërkojnë, kanë ndonjë sens logjik, apo është ajo shpreha ma bëj mua këtë, si që kam parë unë të revista, si që e ka pasur ajo tjetra. Si që përmënda janë më të vështirët, sepse duke patur dhe një status ekonomik të lartë, pretendojnë se kanë dhe një status shoqëror apo intelektual, po ka që të lartë. Ndërkohë nuk janë paralelisht të dyja, timi realistët flasin pak drejt. Dhe pretendimet dhe kërkesat pastaj në këto rast se janë edhe nga më absurde dhe pritshmëri. Unë mendoj që këta persona jetojnë tepër për ato fasadën që dolën. E dihet ti përgjigje. Jam e bindur për këtë. Jetojnë për fasadë. Jo, nuk është vetëm ajo. Jo, nuk është ajo, po. Është ignoranca e cila
janë deficitet bazike të qenies njerëzore në të mësuarin e jetës sociale, të artit, të kulturës, të kështu, dhe mendojnë domethënë që paraja i blen dhe i ka atribut të vetin gjitha këto. Dhe realisht, në njëherë i shoh edhe në forma mjaft komike, persona të tillë, domethënë se kanë kërkesa vërtet surreale. Nuk mund të kenë gjë tjetër, kështu që është shumë. Edhe kjo është krejtë. Duke bërë të vështirin, shpeshherë mendojnë se janë sa më profesionalistë, dhe kjo gjë ndodh në të gjitha institucionet apo në gjitha ambientet e punës. Nuk jo domosdoshmërisht të bësh të vështirin, do me thënë që je më kërkues. Ka raste që dhe në profesionin tonë vinë njerëz të tillë dhe përdoren shprehjen e kam lexuar në Google, që kam aty mbaron pastaj biseda. Kjo është situata. Jena të vera që duke marrë parasysh edhe kohën, që të pëlqen të modifikosh gjëra brenda shtëpisë? Më pëlqen, po realisht jam e mërzitur me modifikimin e fundit, sepse këto po mendojmë realisht bashkë me bashkëshortin në këtë periudhë. Shtëpinë kur e bëm para disa vitesh... E bën vetë apo me arkitekt? E bëm vetë, por unë e shoh që është e ngarkuar. Do me thënë, e shoh që është e ngarkuar të mobilimi, ka dru të tepërt, ka perde të rënda. Ndoshta ashtu ka qenë stili dhe kështu ka qenë frymëzimi. Ka qenë stili në atë kohë, po unë nuk e dua më këtë stil. Unë dua t'i heq të gjitha, të ketë sa më pak gjëra, dhe sepse stili jetës tonë nuk e përballon dot. Do me thënë, një impenjim aq të madh. Këto janë shtëpia shumë të bukura, po të shikosh, por janë shumë impenjative edhe për t'i mbajtur, por edhe të ngarkojnë psikologjikisht. Kështu që në këtë periudhë jemi duke menduar pikërisht se si shtëpinë do me thënë të heqim sa më shumë gjëra, t'i ofrojmë vetes ambient, hapësirë, dritë, qetësi. Jemi duke menduar. Parimisht, nuk e kam parë shtëpinë tuaj, po parimisht gjëja që sugjerohet si në dhomën e gjumit, sidomos tek dhoma e gjumit, është të shtosh ambiente storage, pra dollape, sa më shumë. Dollape kemi pa fundësisht. Ti sistemosh brenda ta pastrosh, që të kesh sa më pak element. Këto e kemi pasur parim qatër, se shduket e dinim që do na duhej storage. Kur nuk janë tepër. Në fillim të një projekti gjithmonë klienti mendon që se mos po kemi shumë dollape, pastaj jo se na duhen akoma mbasi mbaron. Personalisht këtë stil kam zgjedhur për shtëpinë time, sidomos për dhomën e gjumit, e kam të gjithën arreduar me dollape dhe çdo gjë duket e pastër për syrin. Ndoshta ndonjëherë nuk është koha për të bërë të gjitha dhe mund edhe t'i mbulosh me atë dollap. Madje kam shfrytzuar edhe krevatin, e kam bërë me hapje me që të mbaj. Aq shumë rroba sa kemi, kështu që pret njerëz në shtëpi? Jo dhe aq, përveç familjes nuk pres asnjëherë. Shtëpia nuk është vendi ne kemi diçka shumë private, vetëm miqt fare të afërt me cilët mblidhemi ndonjë darkë, ndonjë fundjavë, domethënë, por që shtëpia është diçka vetëm e jona dhe e familjes tonë, domethënë. Na e kuptoj. Në rastin tënd? Në rastin tim... Me që se jeton vetëm? Jetoj vetëm, por dhe unë dëshiroj që ato shtëpinë time ta mbaj sa më private, sa më intime, dhe të vetmit personat cilët vizitojnë shtëpinë time dhe qëndrojnë aty janë pjesëtarët e familjes. Ndodh shumë në raste shumë të ralla që unë mund të ftoj mikeshat e mia. Preferoj më tepër që këtë kohë ta kaloj diku jashtë ambienteve të shtëpisë. Kjo është zgjidhja ime. Kur të thonë do vim të fundjavë, prindrit, çfarë bën? Si turra shtëpisë. Është vërtet, domethënë gjithmonë që më vinë prindrit mundohem që të jem sa më sterile, sa më e pastër, sepse mamaja ime është vërtet një zonjë që kujdeset shumë për shtëpinë. Dhe ti e di që ajo do të gjejë gjithmonë një kritikë për bërë, apo jo? Nuk është se më gjykon, sepse e di shumë mirë se si janë raportet e mia me punën, dhe në lidhje me shtëpinë që kam shumë pak kohë, por gjithmonë përpiqem që të jenë sa më të jetë çdo gjë në vendin e vet, që mami të thotë ua shumë mirë, domethënë. Mami thotë asnjëherë ua shumë mirë. Madje gjëja. Mami im gjithmonë gjën diçka, edhe kur mundohem me shpirt të jetë perfekt. Raporti është i njëjtë edhe kur vetë je mami, domethënë. Gjëja që më shqetëson mami im është, po janë këto zonjat, siç thotë dhe vajza, janë këto zonjat që janë mësuar gjithë jetën e vet, një pjesë të mirë të qenies së vet dhe kanë dedikuar shtëpisë. Ne nuk jemi ashtu, unë personalisht jo. Në fakt janë për të patur zilit, mendosh se si ja dilnin t'i bëni të gjitha, megjithatë nëse e mendon në krahun tjetër ndonjëherë është kanë vuajtur, po dhe ju ka dhënë kënaqësi. Sepse janë këto
këto vuajtjet e dëshirueshme. Pra këto vuajtje që të bëjnë të ndihesh mirë, sepse rezultati që kanë marrë, të paktën mami im dhe sot e kësaj dite thotë, shtëpia jonë gjithmonë është mbajtur për më e bukura, më e kuruara, më e pastra padyshim, dhe unë rrie shikoj. Sa rriti është kjo? Mamën do të Në kontekstin e kohës që ka qenë, po. Në kohën Ka qenë Ka qenë ajo kohë. Ka qenë një formë Duhet ta pranojmë, ekspozite. domethënë, duhet ta pranojmë. Ndajve quaj dhoma e pritjes në fundit, ku gjithçka aty do të ishte edhe për tu ekspozuar për tjerët. Ndërsa sot jemi mbyll derën, kafe takimet Sot e bëhen kemi jashtë. sallon. Sot e kemi salla. Sekrete për një shtëpi, mikpritse dhe çfarë gabimesh bëjmë ne për dalë tek ajo që tham pak më parë, që shtëpia, sado që mundohemi asnjëherë nuk na jep atë dëshirën që ne duam të marrim prej saj, të ngrohtësisë, të ambientit komod, që të shkojmë me qef, që të mos jetë rrëmuj gjithmonë. Parimisht edhe i diskutuam, mbi ngarkesa në rastet kur nuk bëhen... To do dhe rrugës, dhe më thënë, sado që ne bëjmë një shtëpi, në 5-7 vite do shtohen detaje. Një vazo, një abazhur, një disa libra për shumë, një... Kjo është. Duhet heqem, do të sa rështojmë, duhet heqem. Jo, shtesa duhet ketë një kontekst të ri emocional, edhe heqja duhet të na ndihmojnë në një lloj katharsisi, edhe gjëra që kemi kanë emocione. Kanë kujtime, Kanë kujtime, dhe këto kujtime do rinovohen, padyshim. Do mbajmë diçka që kemi thelbësisht të tonën dhe të lidhur, por dhe do japim vetes mundësinë që shtëpia të reflektojë dhe fazat e ndryshme të jetës ku ne jemi. Pra, ne nuk jemi më ata që kemi qenë para 10 vjetësh, dhe shtëpia jonë ka diçka që reflekton këtë. Ndryshimi. Në përbot e bëjnë disa herë ndryshimin, po të marrë shembull, meqense e përmendë që shtëpinë e keni pak të mbingarkuar dhe me shumë dru. Zakonisht çiftet e reja preferojnë të errëtën, drurin, kontrastin dhe një stil më kontemporan. Me kalimin e viteve, kur bën me fëmijë, pastaj që duan të shkojnë te ajo neoklasikja. Domethënë, është tendenca për shkuar te neoklasikja, tek e këndshmja, tek e buta, pana. Pana nuk do bëj asnjëherë. Kjo gjë është... Pana dhe bezh asnjëherë. Po tendenca është e tillë, domethënë është pak më agresive, pak më... Ngjyrat janë gjithmonë të rëndësishme. Gjithmonë të rëndësishme. Dhe unë këto panën, bezhën, grinë e hapur, i quaj tamam si ngjyra të vdekura. Do më frisin para. Po me duhet para ambiente dhe duhet të bërë balanca e dur. Okej, se në qoftë se e pëlqen drurin masiv, po nëse e ke përdorur në shtëpinë tënde masivisht, atëherë do reduktuar. Do storage për... Do përdorur në vendin e dur. Do përdorur në vendin e dur, absolutisht. Përsërisin dhe një herë aksesorët e shtuar gjatë viteve ose të transportohen diku tjetër. Sa më minimaliste, sa më e pastër, divanët në rastin se ndrohen t'jenë gjithashtu minimalist, nënkuptohet struktura e divanit, si kjo këtu për shembull që t'jetë e koltuku t'jetë sa më e pakët, pra mos të marri dhe kjo një 20 cm me dekorimin e vetë, që të pushton hapësirat. Po dhe materialet e përdorura t'jenë sa më komode, edhe për qëndruar, po dhe për t'u pastruar dhe për t'u menaxhuar. Pra ne duhet, kur bëjmë zgjedhje të tilla, se kur jemi të rinj, këto nuk i mendojmë. Mirë po, me kalimin e kohës, kur jeton në një shtëpi, për të cilën dhe duhet të përkujdesesh, duhet të mendosh absolutisht se si këto detaje të kënaqin dhe syrin, por edhe ta lehtësojnë jetën, se nëse një detaj vërtet të kënaq, po ta vështirëson jetën, i bie si puna e takës te femrat. Ne i mbajmë nga halli. Nuk je komod. Nuk je komod. Duhet një projekt, duhet një person tjetër, pra, që quhet interior designer apo arkitekt, që ta bëjë një projektin, se di arkitekti që në fillim se ku do dali në këtë rezultatin. Megjithatë ka nga ata që duan t'i prekin vetë gjërat, ashtu sikurse ne si të tha pak më parë. Arkitekti nuk duke menduar që unë e di vetë se çfarë dua. Patjetër, por arkitekti nuk përmbush jetën e vet në momentin që ty të bën një shtëpi. Përmbush patjetër shijet e tua. Dhe ajo ka një komunikim mjaft intim. Arkitekti dhe klienti ulen, pin kafe në fillim, njohin njëri tjetrin. Kuptojnë nga bota njëri tjetrin. Kuptojnë shumë, po arkitekti duhet ta di se zonja shtëpis apo i zoti shtëpis duhet ta njohë dhe mënyrën stilin e tyre të jetesës që të arrijë në një përfundim të caktuar, funksional, njëkohësisht edhe estetik. Po mirë, ky stil jetesës ndryshon. Do me thënë, kemi një qift që po bën një shtëpi tani, pas 5 vitesh do kenë dhe fëmijë. Duhet të ndryshojë. Do duhet të ndryshojë. Jo në sa kohë duhet të ndryshuar shtëpia, pak a shumë. Jo shtëpia, do të thënë, duhet të preket. Atëherë, kuzhina duhet menduar që kur të projektohet, nuk është një gjë sezonale siç është fashion apo siç janë edhe divanet që mund ndryshojnë më shpejt. Kuzhina bëhet një herë në 15 vjet. Një herë në 15 vjet. Një herë në 10 apo 15 vjet. A kuptoj. Dhe kjo është
investimi më i madh i shtëpisë dhe funksioni më i rëndësishëm është patjetër te kuzhina. Dhe kjo duhet menduar për një afat kohor sa më afatgjatë, pra më shumë se sa një dekadë. Pjesa tjetër pastaj që janë perdet, pikturat, aksesorët janë më të ndryshme. Boja e murit, pra vetëm me një rifreskim të tillë, apo vetëm duke renovuar jastëgat, apo vetëm copën e divaneve, për shembull, mund të kemi një rifreskim total të shtëpisë, jo nga e para, jo duke bërë një shpenzim dhe psikologjikisht kam përshtypjen se është diçka shumë e mirë. Pra, edhe në anën psikologjike e kemi menduar, atë që the pak më parë, ka nevojë për ndryshim shtëpia. Ka nevojë për lodha, po jo. Qoftë edhe duke zhvendosur ato orendit shtëpiake, thjesht duke bërë një ndryshime tona të vogla me cilat kënaqemi. Përsëri një lloj kënaqësie dhe një lloj rifreskimi. Rifreskim ashtu është. Unë do të praktikosh këtë gjë, domethënë të ndryshosh vendin e tavolinës apo të suvenireve apo të një koltuku nga një kënd në këndin tjetër. Personalisht do më ndodh shpesh të luaj me këtë mënyrë në kuptimin e kësaj, duke qenë se nuk ka mundësi që ose nuk i kushtoj aq vëmendje të madhe shtëpisë që ta arridoj nga fillimi, të pishem me ato detajet e vogla, duke shtuar një suvenir, duke hequr një tjetër, duke i zhvendosur thjesht. Edhe një astok të shtosh të ri që ka një ngjyrë tjetër ndryshon krejt imazhin. Muret, perdet, gjëra të vogla me është e njëjta gjë, duhet ndryshuar. Kemi të bindur për këtë gjë. Koha më e gjatë që ke qëndruar jashtë shtëpisë sa ka qenë? Koha më e gjatë kam qëndruar rreth 2 muaj jashtë shtëpisë. Kam qenë në një specializim dhe kur po të gjoja këtë këngën e Michael Bublé, këtë këngën muajin e fundit e gjoja çdo natë. Në mënyrë instinktive e vija çdo natë për ta dëgjuar. Ka qenë një mall i jashtëzakonshëm, por nuk ka qenë vetëm për shtëpinë, ka qenë për familjen, ka qenë për punën, ka qenë për çdo gjë. Kështu që dhe ndjesia kur hyn në shtëpi pas 2 muajsh, cila është? Përposa saj më bëj të puthja tokën shqiptare që kur zbrita nga aeroport. Po kur hyra në shtëpi ishte, domethënë, tamam sikur u hap diçka brenda shpirtit tim dhe u ndjeva e plot. Që një ndjesi shumë i bukur. Vetë marrëdhënien me shtëpinë si e ke? Puna besoj të mban larg kësaj. Po. Por njësoj si të ftuar panele dhe unë gjithashtu marr kohën time që ke momentet e mia vetëm në shtëpi dhe kohët e fundit më shijojnë gjithashtu. Shijojnë. Edhe pse shpesh duket si më të ftohtë, domethënë ndoshta sepse nuk është se varet nga profesioni, në fakt. Varet edhe nga profesioni, po ai momenti i qetësisë që ta jep shtëpia nuk ta jep as një ambient publik apo kudo që ti jesh tjetër. Vetë kujdesesh për shtëpinë deri ku shkojnë detyrat e tua brenda shtëpisë? Nuk kam shumë detyra. Okej, prandaj shijoj shtëpia. Prandaj shijoj. Se të mendosh që ngret rrugën për në shtëpi janë duke menduar edhe se çfarë është gjëja e parë që do bëjnë, ku diun qoftë do ndezin lavatriçën apo do i kam të minimizuar për fatin tim. Shpresoj që ti kemi për një kohë gjatë, kështu edhe vazhdojnë të jenë kështu. Kjo është marrëdhënia ime me shtëpinë. Por nga ana tjetër meshkujt janë ata që i vritet shumë syri nga shtëpia rrëmuj. Po, varet edhe nga profesioni. Ka edhe raste që rrëmuja është habitati i tyre komod. Krijues. Krijues. Kështu që jo gjithmonë vlen kjo që thua që në lidhje me rrëmujën. Jo gjithmonë vlen. Për disa është, siç e thash, komoditeti i tyre dhe habitati i tyre. Janë mirë brenda rrëmujës së tyre, po. Bezditët të prekin gjërat, televizin, sepse brenda shtëpisë kjo është dhe ajo gjëja që ne ndoshta na bën të ndjejmë rehat, ne dim çfarë kemi ku. Unë kam të merr të më prek njëri gjë dhe të më lëviz. Unë vetë i lëviz dhe nuk di ku i vë. Limo të për dikush tjetër. Edhe unë kam shumë bezdi sepse jam shumë i rregullt lidhje me sendet e mia personale, madje edhe ndonjëherë po qenë shtrëmë dua ti drejtoj dhe ti radhiz. Kjo është problem profesional kam. Është profesional edhe para se ta kisha profesione kisha këtë problemin, është edhe individuale. Është estetika që të bezdis të shqetëson. Sa gjëra stomatologjike ka brenda shtëpisë? Përveç përvarseve, besoj. Gjërat që mund të lidhen me profesionin janë kryesisht librat. Cilët janë gjithmonë prezente aty dhe çdo darkë janë në kokën e krevatit që unë do të shpletoj të lexoj, sepse është një profesion që të mban të lidhur gjithkohës, ti duhet lexosh, duhet të rifreskosh gjithçka. Të tjera pastaj janë veshjet. Këto janë gjërat që mund të lidhen me profesionin, asgjë tjetër sepse duke qenë se klinika përmban ato pajisjet e saj specifike, të cilat duhet të jenë sa më sterile, nuk duhet të jenë pjesë
ambienteve të tjera përveç se të kabinetit dentar. Sot do kthehesh në shtëpi kur? Nuk dihet? Kur të mbaroj. Të mbarosh, po. Është gjithmonë e panjohur. Ka një orë që relativisht e di, po gjithmonë ndryshon në varësi të situatës. Të djelat brenda shtëpisë respektohen në rastin tuaj? Pra ajo e djela e shtëpisë? Kur nuk jemi në spital. Se ne jemi dhe të djelave në spital, kur ka nevojë, kështu që është në varësi të punës. Nuk kemi asnjëherë një kohë që mund të thuash, domethënë që këtë kohë e kam për vete. Mua më ka qelluar të kem qenë në dasëm, kem kthyer në shtëpi, kam ndruar fustanin, kam shkuar në spital. Domethënë asnjëherë nuk e kemi këtë komoditet për të mos të palidhur me telefonin. Biles kam përshtypjen që këta telefonat na kanë futur në një burg. Një burg të jashtëzakonshëm, gjithmonë jemi të kontrolluar nga këto. Dhe ajo zilja cingrice nuk di të dallosh nëse është zilja e mëngjesit, është zilja një telefonat, është zilja një darke. Na është bërë trurin me një kontekst muzikor ziljash cingrice, them unë. Dhe nuk ka, desha të kthehem te kjo që nuk kemi një moment që shtëpia është vërtet e jona dhe jemi të sigurt që këtë pasdite do e kalojmë në shtëpi ose këtë paradite do e kalojmë në shtëpi. Në shtëpi shijoje për ai sa je, dhe shijojmë shumë për kohën që jemi realisht. Për ta mbyllur çfarë do themi? Ta mbajnë sa më thjesht, less is more, sa më pak, aq më mirë. Kjo është një shprehje famshme e Mies van der Rohe, një nga arkitektët që quhet baballarët e modernizmit, dhe ky do ishte një mesazh estetikisht dhe funksionalisht për ambientet e shtëpisë. E shtëpive tona. E mbyllim? E mbyllim. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj që ishit këtu, ju uroj ditë të mbar. U kthej sa më shpejt në shtëpi. Edhe pse kam përshtypjen ditë gjatë ju pret përpara. Ishte kënaqësi të kisha në studio. Ne do të ndahemi tani për hapësirën publicitare të radhës, më pas do të keni recetën e ditës që vjen si propozim nga kuzhina jonë dhe do të kthehemi në studio me dy pjesë të tjera të këtij emisioni, ju prezantojmë pak më vonë me to.